Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin AA 71 vjeç banues në Sarandë, pasi ka kallëzuar shtetasi VT banues në Delvin se shtetasi AA i ka pushtuar tokë në fshatin 6 Sarandë nëpërmjet mashtrimit. Gjithashtu këta specialistë referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin KM 33 vjeç banues në Vlorë, pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Himar referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin PZ 60 vjeç banues në Vlorë, pasi ka kallëzuar shtetasi HZ se shtetasi PZ me vetgjyqësi ka rrethur tokën që ata kanë në bashkëpronësi në Himar. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban të Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorës referuan materiale në prokurori pasi ka kallëzuar shtetasi IN 26 vjeç, banues në Vlorë, se dje në lagjen u ftohtë automjeti që ai drejtonte është përplasur nga një automjet tjetër, i cili më pas ka përplasur edhe një automjet të parkuar. Drejtuesi i automjetit që ka shkaktuar aksidentin është larguar, po punohet për identifikimin dhe kapjen e tij. Materialet procedurale ju referuan prokurorive kompetente për veprime të mëtejshme.